Duan të punojnë një ditë në javë dhe duan pagë 120 deri 150.000 denar, por nuk duan të shkruajnë asnjë punim në vit, që është detyrë e tyre. Kështu ju përgjigj kryeministri Kristian Mickoski kritikave të ligjit për arsim të lartë, që një ditë më parë u prezantua në qeveri. Ai thotë se kjo i bie sikur ai si kryetari i qeverisë të vijë në punë gjysmë dite në javë dhe të kërkojë 10 herë më shumë të ardhura dhe të mos mbajë përgjegjësi për asgjë në shtet. Sipas tij, të gjithë ata që janë kundër ligjit për arsim të lartë në fakt kanë frikë nga kriteret e reja për zgjedhjen e tituj. E patë edhe ju vetë përmes mediave se si ishin të pranishëm rektorët të universiteteve shtetërore dhe të gjithë dhan mbështetje për ligjin. Kjo është e para. Së dyti, të gjithë ata spekulantë politik që publikisht thonin se janë kundër ligjit, gjoja se në atë mënyrë cenojë autonomia, improvizojnë dhe manipulojnë. Pse? Sepse dje i pan rektorët të universiteteve shtetërore, duke e mbështetur. Në thelb, ata kanë frikë nga kriteret e reja për zgjedhjen e tituj. Ndërkohë, Ministri e Arsimit Vesna Janevska paralajmëroi reforma edhe në arsimin fillor. Ajo paralajmëron zhvillim të mësimit me një ndërrim. Vendosja për mësim me një ndërim në shkollë është një angazhim i fuqishëm i qeverisë dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, sepse përfitimet janë të shumta, fëmijët janë më të përqendruar kur mësimi zhvillohet në mëngjes. Ata qëndrojnë në shkollë më gjatë, gjë që është shumë e rëndësishme duke pasur parasysh se nxënësit tanë kanë 900 orë më pak krahasuar me bashkëmoshatarët e tyre evropian deri në moshën 15 vjeç. Ministria theksoi se kjo mundson socializim më të madh dhe zvoglon kostot e funksionimit të shkollës. Sipas dhënave të enti shtetëror të statistikave, numri i filloristëve në shkollat fillore është në ulje. Për këtë, ministria tha se paralelisht ka kthim të shtetazëve tanë në vend, që sipas saj është si pasojë e politikave të kësaj qeverie.